Këngëtari i njohur nga Shqipëria, Joz Marku, ka bërë paraqitjen e radhës në rrjetet e tij sociale. Këtë herë ish banori i shtëpisë më të famshme ka kërkuar ndjesë për mungesën e komunikimit në mesazhet private. Mirëmëngjes, e vlerësoj dhe çmoj shumë mbështetjen dhe dashurinë tuaj në DM dhe kërkoj falje që në mungesë të kohës nuk mundem t'ju kthej dhe përgjigjem, shkroi ai në llogarinë e tij në Instagram. Duke shoqëruar këtë ndjesë me një ton miqësor dhe të hapur, Jozi shtoi: "Sot do mundohem t'ju përgjigjem shumicës për jush, po ju lot më pyesni e thoni ç'të doni ju", përfundoi ai. Pas këtij postimi, një tjetër postim i Joz Markut në Instagram shkaktoi reagime të shumta, veçanërisht për shkak të përdorimit të shprehjes "harroje", një fjalë ikonike që u bë virale nga Loredana gjatë qëndrimit të saj në shtëpinë më të famshme. Kur një ndjekës i shkruan "harroje", Joz Marku i përgjigjet: "Jo, se harroj". Ai në një pyetje tjetër tha se çiftet zihen dhe bashkohen duke ndarë një moment intim nën këtë përgjigje. "Po me Loredana vlla, se asgjë s'po morën vesh ç'a bëhet", ishte pyetja fancit. "Vlla, çiftet i kalojnë do faza, zihu pajtohu, ndryshe s'ka kuptim", ja kthen përgjigjen Jozi, duke lënë të kuptohet se nuk po heq dorë nga Loredana, ndonse ajo ka thënë se ka mbyllur këtë raport. Ju si mendoni? Lini komentin tuaj poshtë videos. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.